Dita Europiane e Gjuhëve të Huaja në shkollën 9-vjeçare e dëshmorët e Prishtinës është shndërruar në një atmosferë të vërtet festive dhe panajeri me prollimet e tyre. Fëmijët e kishin shoqëruar me emërtimin e gjuhëve të huaj dhe me flamujt përkatës të vendeve të ndryshme. Natyrisht, gjithçka ka nisur me himnin e tonë kombëtar dhe recitimet në gjuhën shqipe, për të vijuar më pas me interpretime në gjuhë të huaj. Gjuha është si një qelës për ne, faktikisht po të bazohemi të gjuha shqipe, por si një port gjuhët e huaja për të ardhmen e fëmijëve. Me qënë se jemi në një kohë ku ultimet janë pa fund, ku integrimi në BE, domethënë, na motivon për të ecë më përpara, gjuhët e huaja janë diçka pozitive tek fëmijët, një port për të ardhmen e tyre. Kena përgatit këngë në gjuhë të ndryshme, në italisht, anglisht, gjermanisht, kanë përgatit thënie fjalë të urta nga gjuhë të ndryshme, kanë përgatit edhe recitime, ju si që pat, kanë bë dhe vizatime veti kanë bë, me qytetet dhe disa nga kryeqytetet evropiane, gatime tradicionale të vendeve të ndryshme evropiane, i kanë përgatit çdo gjë fëmijët, çdo gjë që është punu nga fëmijët. Nxënësit kanë interpretuar në disa gjuhë, duke ju treguar jo vetëm talentin e tyre në fushën e muzikës, por dhe përvetësimin sistematik të gjuhëve të huaja si italishtja, anglishtja, frëngjishtja, spanjishtja, turqishtja e të tjerë. Interpretimet ishin të përfshira që nga nxënësit më të vegjël deri tek ata të klasës së 9, duke i dhënë kështu kësaj dite një atmosferë të larmishme dhe shumë gjuhëshe.